Ndeshja rallës për ekipin e Vllaznisë në futsal, e cila po konkuron që prej 3 janarit në turneun ndërkombëtar Ulqini Open 2026, ishte ajo e luajtur përballë ekipit të Krajës. Kjo ishte ndeshja e dytë e Vllaznisë për turin e dytë pas asaj që Kuçeblut e fituan 2-1 ndaj Kotorit, dhe një fitore e mundshme do të garantonte automatikisht kalimin në 8 më të mirat të turneut. Por sfida ndaj Krajës është për tu harruar, pasi skuadra Kuçeblu ishte në një ditë jo të sajën në të gjitha drejtimet. Përballë kishte një ekip kampion në fuqi dhe që konsiderohet favorit për të fituar dhe trofeun e këtij viti. Por loja Kuçebluve ishte larg asaj çfarë ka dhënë në ndeshjet e mëparshme. Vllaznia e futsalës, pas 2 ndeshjeve, renditet e dyta në grup me 3 pikë, dhe nëse mban këtë vend në përfundim të ndeshjeve të grupit, do të kualifikohet në turin e 8 më të mirave. Ajo që përcakton gjithçka për fatin e kualifikimit është ndeshja në mes Krajës dhe Kotorit, ku një fitore e Krajës i mban këta të fundit në vendin e parë me 6 pikë dhe së bashku me Vllaznin kualifikohen në turin e tretë. Në të kundërt, kualifikimi i skuadrës shkodrane mbetet i komplikuar.